Fjala e Perëndis është e sigurt dhe e besueshme, është e gjallë dhe e qëndrueshme, ka mundshuri dhe fuqi, dhe më e rëndësishmja është se Bibla na zbulon dashurinë e Perëndis për ne. Mendoni pak për këtë sot. Si mund të bëni një plan për ta lexuar Biblën me më shumë efikasitet? Çfarë qëllimesh mund të vendosni tani që mund t'ju ndihmojnë që të jeni më besnik në të ardhmen, si për shembull të përdorni një plan leximi të Biblës apo të mbani shënime për ato që lexoni? Në libraritë e Krishtlera ka shumë meditime dhe Radio 7 po nxjerr meditime 3 mujore me datat dhe mund të lexoni aty çdo ditë Biblën dhe ka një meditim, një mesazh të shkurtër dhe ju drejton dhe përse të luteni. Dhe kërkojeni nga Radio 7 dhe TV7 Albania dhe do t'ju japi, por gjithashtu dhe në libraritë e Krishtlera mund të gjeni meditime akoma dhe familjare së bashku me familje të mblidheni për të lexuar Biblën. Çfarë keni mësuar nga leximi i Biblës kohët e fundit që mund ta ndani me të tjerët? Shpresoj që ta kuptoni që Bibla është libri më emocionues, më i çmuar që mund të lexoni ndonjëherë.